Kemi nderin dhe kënaqësi që këtë mëngjes me neve në emisionin e mëngjesit Ditë e Re të kemi biologun dhe ekologun Rasim Lika për të bashkëbiseduar për situatën biologjike dhe ekologjike këtu në qytetin e Ulqinit. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirëmëngjesi, faleminderit edhe ftesën që ma keni bë dhe ju uroj çdo të mirë në punën tuaj. Faleminderit edhe njëherë që pranuat ftesën, është kënaqësi që të bashkëbisedojmë për një temë të tillë, sepse Ulqini është një vend që patjetër ka fryte, ka gjelbrim dhe patjetër është një vend që ka shumë pasuri natyrore. Më tregoni ju si biolog dhe ekolog, si e shihni situatën aktuale të qytetit sa i përket kësaj çështje? Është e vërtet, siç e keni thënë edhe ju, Ulqini ka një pozitë, themi, gjeografike, që posedon, themi, të gjitha ekosistemet, duke filluar prej ujit, ajrit, tokës, maleve, fushave, liqeve, detit, lumenjve, do të thotë nuk ka asnjë lloj ekosistemit që nuk është prezent në komunën e Ulqinit. Po për fat, unë mendoj se të gjitha këtë pasuri që natyra na ka dhëruar dhe fuqia mbi natyrshme ose Zoti, nuk jemi duke menaxhuar ashtu siç kërkohet nga ana e një qytetarit, ose nga ana e një, si të themi, e një bashkësie, komunitetit. Pse? Mendoj se punohet deri diku, por më tepër faktet nuk janë të bazuar në realitetin e gjendjes në teren. Mendoj se rrezikshmëria e natyrës sot është shumë e madhe. Unë nuk duhet të flas në aspektin global, nuk duhet të flas as në nivelin shtetëror, dëshiroj të flas në nivelin lokal. Nivelin lokal, gjendja nuk e ka të kënaqshme. Fjalët i ka të mira, veprat gjithashtu ndoshta mundohet, por veprimet në teren nuk janë të kënaqshme. Askur gjë momentalisht nuk është duke u ndryshuar, vetëm çka është gjendja duke u përkeqësuar. E na duhet dim se pa një ambient të shëndosht nuk kemi mundësi të bëjmë një shoqëni të shëndoshtë. Pse? Njeriut ose faktorit antropogjen, ose faktori njeri gjithmonë e heton ku nuk e ka natyrën e pastër. E shef bërllogën, e shef kanalizimin, e shef aromen e papërshtatshme, i shef të gjitha, ose i vren. Do me thënë, ai është midisi që ne me veprimtarinë tonë nuk e bëjmë të pamundshme për jetesë normale dhe funksionimin normal. Pra, urdhënoni. Cila pjesë e Ulqinit ndoshta ju duket më e rrezikuar nga kjo anë? Po, pjesa më rrezikuar, duhet të them, pjesat më të rrezikuara janë momentalisht tokat pjellore dhe lumenjt, edhe bregu i detit. Por bregu i detit, me të tregu drejtën, qysh janë realizu disa projekte që është parandaluar shembull konkret mjetet eksplozive edhe gjuetia pa rregullt, mendoj se ka psuar një lloj ndryshimit edhe ka shenjat përmirësimit. Por në përgjithësi, gjendja më kritike është lumi Buna edhe Port Milena edhe fushat ose tokat pjellore të cilat po marrin masa për të shndruar në toka ndërtimore. Në toka ndërtimore. Ndërtimi është ndoshta na shpreson një ky ligj që është i krijuar momentet e fundit, apo më kupton, me legalizim që ndoshta po parandalohet deri diku ndërtimi mbi hapësirat pjellore, por megjithatë nuk e di, sepse ligjet këtu janë shumë të shpeshta në ndryshim, kështu që nuk e di sa mund të na gëzoj fakti, por momentalisht kemi shenja që pak a shumë ka mundësi të parandalohet ndërtimi i egër dhe të uzurpoj këta toka pjellore. Të gjitha këto dihet se kush i bën, të gjitha këto dihet se janë njerëz e pamshirshëm,
njerëz të cilët nuk kanë ndërgjegje, njerëz të cilët nuk kanë dashurinë ndaj natyrës, ndaj tokave pjellore, ndaj asjet, por vetëm kanë qëllim anën materiale. Ana materiale çon në këtë gjendje për të krijuar një ambient të papërshtatshëm, një ambient të cilët nuk duhet të jetoj askush, vetëm njeriu dhe biznesi, askush tjetër. Le të ndalemi pak edhe tek frutat dhe pemët këtu në Ulqe. Ne dim që ju si biolog dhe keni edhe disa toka të jujat që merreni tash sa vite me to, posaçërisht me frutin e mandarinës. Më tregoni cilat janë kërcënimet më të zakonshme për pemët frutore në vendin tonë? Po, është e vërtet, merremi me fryte, për ndryshe këtë e kem, si të themi, trashëgimin nga prindërit, kemi pas aty rreth shtëpijet diku rreth 11.000 metra katror tokë, dhe të gjitha i kemi banë në plantacione të agrumeve dhe llojeve të ndryshme të bimëve tjera, si kurse që është shega, fejoa, kivi e tjera, të gjitha i kemi prezent. Megjithatë, kryesorja është dominanta agrumet, domethënë mandarina, portokalli, grejpfruti, citroni, fortunella, limoni e tjere. Të gjitha këto i kemi, por në përgjithësi edhe ato duhen sa tash një përkujdesje jashtëzakonisht të madhe, për arsye se kanë ndryshuar kushtet klimatike dhe si rezultati ndryshimit të kushteve klimatike dhe ndryshimeve klimatike, pra do të thotë se rezultati ndryshimeve klimatike ka ardhur edhe deri te paraqitja llojeve të ndryshme të smundjeve të shumta, çka do të thotë se biodiversiteti ka pësuar jashtëzakonisht pra ndryshime edhe në natyrë është ndryshuar një lloj balancit, çka do të thotë se ka ardhur deri te zhdukja e llojeve të mira dhe insekteve të cilët kanë qenë si themi ushqim bazë për shumicën e llojeve të ndryshme të shpesve dhe janë paraqitur lloj të më të si themi më të rrezikshme për agrumet edhe për produktet ushqyese. Kështu shembull konkret si rezultati ndryshimeve klimatike në momentet në kohën e fundit mbi produktet e agrumeve është paraqitur një mizë e mesdheut e cila është dëmtuar në masë jashtëzakonisht të madhe, ku ma e shprehur ka qenë vitin e kaluar, por ajo edhe si vjet është prezente, por shumë më vonë, domethënë se vitin e kaluar nuk janë bërë trajtime nga ana e prodhuesve, kurse si vjet kemi pak trajtimet më të zakonshme dhe në përgjithësi të gjitha ata që kanë plantacione jashtëzakonisht të mëdha kanë bërë trajtimin 2 deri në 3 herë, edhe në përgjithësi është zvogluar numri i popullatës, por është prezent sepse pa marrë parasysh në qoftë se ju i spërkatni mandarinat, dikush tjetër nuk i spërkat, edhe ajo në mënyrë të vazhdueshme lëviz dhe por populacioni shumë më i rrezikshëm në plantacionet ku nuk kemi trajtime me helme të ndryshme në krahasim me plantacionet ose parcelat të cilat janë të trajtuara. Por është prezente edhe aty, por në një numër shumë më të vogël se vitin e kaluar, por shpresojmë se ndoshta dëmtimet nuk kanë me qenë si vitin e kaluar, për arsye se kanë lajmëruar pak edhe ulje të temperaturës, edhe si rezultat i uljes së temperaturës ndërpritet edhe aktiviteti i saj, për arsye se kjo deri në 14 shkallë Celsius e ndërpret aktivitetin, kurse deri në 16 shkallë Celsius, prej 16 deri në 25 shkallë Celsius e zhvillohet populacioni, si themi, në formë deri në 16 shkallë Celsius bën shpurjen e lëkurës, aty lëshon vezët prej 1 deri në 30 vezë dhe në temperaturë deri në 25 shkallë Celsius ka mundësi prej 5 deri në 9 ditë të zhvillohet kukulla, edhe ajo kukull të dalë mas 15 ditëve, edhe mas onajna të dimroj në formë të kukullës në dhe mbi sipërfaqen e dhëvt, ose në formë adulte e rritur. Sa është rëndësishme edhe krastitja e këtyre pemëve për këto
të bëhen më të mira, ndoshta edhe për të përparuar më tepër. Është vërtet pyetje me vend. Krasitja është shumë me rëndësi. Shumë me rëndësi është krasitja, shembull konkret në momentet e duhura, sidomos në pranverë. Në pranverë krasitja duhet të jetë e tepërt, për të dashur me prodhuar kvalitet, por eventualisht të bëj edhe hapjen ose çeljen si themi kurorën, t'ja thursh kurorën, në mënyrë që të ketë aerosje sa më tepër, prodhimi të jetë më efikas edhe kur ka aerosje edhe numri i insekteve nuk ka fort ku të mshehet, në kuptu edhe në përgjithësi edhe numri i populacionit të insekteve shumë më i vogël. Edhe trajtimi kuptohet është më komod. Tani që është edhe sezoni i mandarinave, çfarë kujdesi i veçantë duhet treguar në këtë periudhë? Po kujdesi i veçantë duhet treguar për këtë se shembull konkret tash me të vërtet është sezoni i mandarinave, edhe është koha për vjelje, njëherë duhet të ketë kujdes ndaj harxhuesit, të cili e shpenzon produktin ushqimor për arsye se njerëzit bëjnë trajtimin edhe në këto momente, edhe duhet që t'i përdorin, jo që të respektojnë, më falni, karencën e helmit, për shembull se sa është që mos çojnë për shembull produkte në shitje që nuk janë fitosanitarisht të kontrolluara. Mandej gjithashtu duhet bërë ruajtjen e produktit ose si themi mandarinës edhe gjatë vjeljes, që mos të prehen shumë mjolla ose si themi pinjolla për arsye se e humb stabilitetin për rendimentet e ardhshme të vitit të ardhshëm. Edhe në përgjithësi për kujdesjen në mënyrë të vazhdueshme duhet, sepse si të vjelin produktet e saj të hiqen do të thotë prodhimi, menjëherë duhet të bëhet spërkatja dimrore, e cila duhet të jetë në bazë të bakrit diçka, shembull konkret bordovska çorba ose gur kalit, apo diçka e sapi, ose plavo ule, si thonë këta, do të thotë, po, vaj i bojqilta, si të... Me tregoni ne si klient që duam ta provojmë tashmë këtë frut të këtij sezoni, si mund ta dallojmë që një mandarinë shëndetshme nga ajo që është e spërkatur dhe ka smundja apo kimikate të ndryshme? Shumë lehtë. Për ta vrejtur nga kimikalit nuk kemi mundësi për ta vrejt, ajo do të kuptu, ata duhet të bëhen kontroll, do të thonë duhet qendra fitosanitare pra të jap lejen për me qitë prodhimin ose produktin në shitje, kurse sa i përket nga ana e dëmtuesve mund të vrehet shumë lehtë, për arsye se kur bën insekti shpuarjen e saj, fillon e zhvillohet në brendësitë e saj fillon e zhvillohet larva, edhe në qoftë se larva, shembull konkret mas 15 ditëve del, e lën domethënë ka ndryshuar përbërjen e saj, edhe ajo fiton një lloj aromet jo të këndshme, edhe menjëherë pa duhet të eliminohet. Por shumica atyre e ka shenjën se ku ka dalë kukulla, shembull konkret për të zhvilluar forma adulte. E cilat janë ndoshta ato smundje që më tepërmi dhe më shpesh e prekin mandarinën? Kemi shumë lloj të smundjeve që prekin. Ktu në Ulqin, cilat janë ato më aktuale? Kemi shumë lloj të smundjeve që prekin mandarinet. Kemi për shembull flutura e pranverës, ose mushica që i thonë ne, aja e dëmton paka shumë sepse i parandalon pinjollat e reja për të zhvilluar normal. Mandej bëjmë një spërkatje, do me thënë në pranverë bëjmë spërkatje, mund të kaloj verën, kur fillon të qesë pinjollat e reja, sepse ajo rritet 2 herë dhe 3 herë mbrenda vitit, lëshon pinjollat e reja, mandej e sulmon një smundje quajtur miner, ajo bën shkapërdredhjen
e pinjollave, do me thanë e humb normalitetin e gjethit të ri, por nuk humb funksionin e bimës, do me thanë bima zhvillohet, sepse vitin e arshëm në sythin riprodhues, edhe në qoftë se gjethi është i përdredhur, si të themi, i përdredhur, ajo qëtë në sythin e ri, do me thanë shpërthen, edhe në këtë mënyrë bima nuk ngec fort në zhvillim. Nuk ngec fort në zhvillim. E mandej është insekti i cili paraqitet në fryt, e tjerë. Do me thanë duhet 3 tretmane janë të domosdoshme brenda vitit që të bëhen agrumeve. Sa e rëndësishme ndoshta është edhe vaditja e këtij fruti dhe gjatë sezonit veror ku ka thatësira të shumta nxehti, kushtet klimatike janë në temperaturat më të larta, si duhet vepruar që në sezonin e mandarinave ato ta ruajnë atë pozitivitetin ndoshta edhe produktin e mirë. Është vërtet. Dhe me thanë pyetje shumë me vend, do të thotë sa i përket ujitjes, është e domosdoshme për të prodhuar një kvalitet të fryteve. Për të prodhuar kvalitet të fryteve, mirë po uji duhet të ketë me bollëk, për arsye se mandarina është një fryt i cili prodhon një sasi jashtëzakonisht të madhe të frytave. Kemi mundësi shembull konkret deri me 250 kg që të prodhoj një mandarinë. Ai të më kuptuar që varet nga mosha, do të thotë kapaciteti edhe në qoftë se është viti frytdhënës, mjaft atëherë si vjet thuhet shembull konkret që ka mundësi të jetë vit rekord deri diku. Prandaj këtu si rezultat i kësaj duhet pak me vu dorë edhe shteti, për arsye se mandarina dhe agrumet një aqit sa kanë met, sepse shumica janë duke i zhgatruar, për arsye sepse ata tokat edhe parcelat po i shohin se më me leverti janë që të shndrohen në tokën ndërtimore dhe të bëhet ndonjë objekt brenda, se sa të ketë mandarin, edhe në bazë të kësaj llogarie njeriu nuk e sheh veten aty, edhe me njëherë shembull konkret si të hjek dorë prej tyre. Por në përgjithësi ato që i kanë edhe që rrisin kapacitetin, mendoj se duhet dorë t'i jepet shteti, për arsye se mandarina mbas turizmit ose prodhimet bujqësore këtu mas turizmit janë dega e dytë ekonomike, edhe unë mendoj se këto agrumet në Ulqin duhet të jenë edhe brendi Malit Zi. Brendi Malit Zi ashtu sikur se ishte për shembull 13 korrige në Podgoricë. Pse ishte vetmi vend që sot si themi gjendet në piramiden e prodhimeve të agrumeve në Malin e Zi. Prandaj ajo mendoj se duhet mburret si rezultati i asaj mburrje për të çfaq në një treg ose për të çfaq në një panajir, mendoj se bëhet fotografia me lloje të ndryshme të agrumeve, ajo duket sikur se më qenë në Shpanje ose në Tunis apo diku tjetër. Mirë po, në drejtim nuk kemi interesim të duhur nga ana Ministrisë së Bujqësisë. Gjithashtu shembull konkret nuk e shoh se ka dhe veprime nga sektori i sekretariatit për bujqësi, por megjithatë duhet të jemi të kënaqur gjithkush personalisht për vete, edhe gjithkush të veproj individualisht, ashtu sikur se është e mujtun edhe me dalë në treg i lirë me shit vetë. Me tregoni pak a shumë sa jeni ndoshta edhe të përkrahur, keni ndonjë organizim nga ju si agronom edhe me të gjitha këto që merreni, keni nga ana edhe institucioneve apo edhe komunitetit lokal? Jo, institucionet kanë bërë shembull konkret, kemi subvencione, mbi sipërfaqe të mbuluara, diku për 1 hektar 250 euro, aja është një pjesë minimale, por ose kem mandej mvaret prej produkteve të prodhimtarisë, agrumet kanë status tjetër, ullinjt kanë status tjetër, bimet 1 vjeçare kanë status tjetër. Do me thënë, subvencionet janë, por megjithatë kemi edhe pak a shumë subvencione edhe nga ana komunës, tash 2 vitet e fundit, dhe mendoj se ata subvencione nuk janë diçka që mund të stimulojnë
prodhuesin, por megjithatë deri diku të mbulojnë atë shpenzimet minimale me 50% janë prapë të mirë se ardhuna për ndonjë farna, për ndonjë plera ose për ndonjë lloj të kemikaleve të ndryshme të cilat mund për shembull të subvencionohen. Ju si biolog dhe ekolog, si e shihni situatën dhe gjendjen e ardhshme në vazhdim të natyrës, të bimëve, të pasurisë natyrore që ka Ulqini? Çfarë shpresë keni për të ardhmen? Mu më kanë humbë shpresat. Pse e thoni këtë? Ja, mu më kanë humbë shpresat për arsye se jam mundu me punu, a jetu më kuptu, nuk kam pas për krahjen e duhur edhe në përgjithësi me shdasht mu sjell në ranxhin tem. Po, në ranxhin tem, edhe unë jam i kënaqur me atë që kam, dhe që kultivoni vetë. Me atë që kam, jam shumë i kënaqur dhe mendoj se jam njeriu më i kënaqur, mos them në rrezullin toksor, por deri diku sa i përket asaj bukurie që kam rreth shtëpia. Por megjithatë, sa i përket perspektivës së Ulqinit, nuk shoh të ardhmen me këtë lloj sistemit, me këtë lloj organizimit, me këtë lloj menaxhimit. A e du më kuptu. Shika, kërkush për askur gja nuk është të dhënë përgjegjësi. Bani keq, e zaptoj, e vodhi, e bani, çfarë do veprimit që është duke bërë, kërkush një përgjegjësi nuk është të dhënë. A e du më kuptu. Prandaj njëri hub shpresat. Kur i hupi shpresat unë, çka do të bëjë ai riu? A e du më trit nuk janë fort të interesuar për këtë punë që i kemi bana, kështu që në përgjithësi unë me të tregu drejtën nuk shoh një perspektivë në të ardhmen aq tepër në qoftë se vazhdohet me këtë. Por në qoftë se tentohet që me këtë organizim të hyet në Bashkinë Evropiane, na kena me pësu shumë. Pse? Jena mësu në anarhi, jena mësu pak keq që këna me pas me zori, a jetu më kuptu. Por nuk e di, ana i qilë dyert Evropa me këtë mënyrë të punës dhe menaxhimit, si në aspektin ekologjik, ashtu edhe në aspektin bujësor, e prodhimtarisë, e ndërtimtarisë, e komunikacionit, mandej e bërlogut, e ujrave të ndotura, e tana gjana, dhe me thanë, nuk e di sa i qilë Evropa rrugë në këtë drejtë. Ka shenja pozitive, s'them se nuk punohet, por shumë mjete janë tu u keqpërdor në atë drejtim që duhet, shembull konkret, të bëhet diçka për t'i plotësuar kushtet që duhet të organizojmë për të mbrojtur atë, si të thonë, Pobelo 27, kapitullin 27 për aspektin ekologjisë. Se ti e shef se shembull konkret në Ulqin kemi shkatërrim biodiversitetit. Çka shef ti këtu? Këtu ka pas pluma, dikur s'ka plum. Këtu laraska s'ka tash. Sorra s'ka tash. Baluka s'ka tash. Shumë gjana s'ka. 75% për gjysmë shekullit, 75% nivel botënor është zvogluar numri i biodiversitetit. 75%. A di çka do të thonë llojit e humbuna? Pse? Kjo është një katastrofë ekologjike në aspektin e qenieve të gjalla. Do të thonë, sot gjithë njeriu është duke shkatëruar vetveten. Për gjithë ditë prova të ndryshme, ja nukleare, ja atomike, ja luftra, ja shkatërrime tektonike, ja komunikacionit, ja ndërtime, djegja karburanteve, a jetu më kuptue. Do me thanë, e gjithë, kush e bani ndryshimin klimatik? Kush e shkatërroj biodiversitetin? Kush e ndikoj ndotjen në oqeane edhe në detra? Të gjithë njeriu. Ne shpresojmë që këtu në qytetin tonë të përmirësohen të këto situata, sepse të shkalova pak në atë nivelin global, apo më kuptan, por ne kemi shumë pasuri natyrore dhe shpresoj edhe ne jemi në atë shtëpi, ne jemi një dhomë në atë shtëpi, ku një sajt përkujdesemi edhe shembull konkret aja shtëpi ndikon në punën tonë.
ajo do të thotë se dora e lirë, mos kujdesja, mos merhameti dhe mos dashuria ndaj natyres ka pru në këtë situatë që gjithkush për vedi, gjithkush kërkush zanë nuk bën, mas kritike nuk ka edhe anarhia ka marr masa që pa kufi, sa që nuk dihet se ku është boll, në çdo gjë. Ne shpresojmë që këtu Porto Milen do të më shëtit mjellmat, Porto Milen do të më shëtit rosat, Porto Milen do të më shëtit lloj të ndryshme të shpezëve të cilat duhet të mbrojnë që kur të hyjnë majeturës duhet me pas çka me pa. E ja shembull konkret me pa dihet se çka shef. Ku ka ardhur Porto Milena? Porto Milena ke 70.000 metra katror, 70.000 metra katror tokë këtë zaptuar. Unë si fëmijë e di, unë kam pas Kalimeren aty. Unë si fëmijë shembull konkret e di se në çfarë gjendit ka qenë Porto Milena. Sot nuk mund t'ja spjegosh asnjë triut. Pse? Ka ndryshuar gjendja momentale në përgjithësi dhe kërkush nuk e di se as kërkush nuk e sjell filmin si ka qenë, si ishte dhe si do të bëhet në tashmë nëse veprohet me këtë mënyrë të shkatërrimit. Shpresojmë që të jenë të rregullohen këto çështje dhe do të flasim pak tepër në këtë drejtim, por në përgjithësi duhet flasim me letra hap. A jetë nuk kuptu për arsye se nuk kemi masë kritike. Masa kritike krijon qetësinë në opinion edhe në përgjithësi thot ma mirë doli ai që s'foli. Nuk është ma mirë doli se ai që s'foli sepse uji ngryt lëviz, llomi nuk hiqet, a jetë më kuptu atë e vrava, tjetrin e myta, ka e shkela, çka u bë? A jetë më çka u bë? Do me thanë, nuk aja ishte, po pare, në përgjithësi, kur e myt, zotni dënimin. Kur e hedh, zotni dënimin. Kur shkan kanalizimi, ka përmirësoje, krijoju kushtet njerëzve. Ata janë. Kur ti krijosh kushtet njerëzve, ti nuk ke nevojë për kritik. Nuk shaj gja keq ma. Shoqënia rregullat. Ja unë thaç, fola, vetëm një mjedis i shëndosht mund të krijojë një shoqëni të shëndosht. E vërtet. Se çdo veprim i joni, në aspektin negativ, është ndotje. Pa marrë parasysh, veprimi në administrat është ndotje. Në qoftë se ti nuk e punon punën në rregull, ashtu siç duhet, është ndotje. Ti ke krijuar një mjedis të papërshtatshëm dhe të pasuksesshëm dhe pa funksional. Do me thanë funksionon, po funksionon si është mrapsht, e jo si duhet me qenë marë. Urdhoni. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit. Ne erdhëm tashmë edhe deri tek minutat e fundit të këtij emisioni. Faleminderit edhe një herë që bashkë biseduam për këto çështje të natyrës së ulqinit e shpresojmë që të bëhen edhe të rregullohen në vazhdim. Inshallah me shpresë jetojmë, ju faleminderit për ftesën që më bët, nuk e di ndoshta kam qenë pak edhe i asitur për i tepërt, por në përgjithësi unë tash jam pensioner dhe ku mundem me kontribu, kishe me pas që jep me kontribu, a jetë më kuptu, por kur e shaf se me vërtet çdo gjë kishte me shku në mënyrë të rregullt edhe rrugës së duhur. Ju urojmë shumë sukses dhe faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit edhe juve.